Ushqimi që konsumojmë çdo ditë ka një rëndësi thelbësore për shëndetin tonë. Cilësia e produkteve përcakton efektin e menjëhershëm apo dhe afatgjatë të ushqimit që ne konsumojmë. Ndjen të sigurt shkodranët për ushqimet që blejnë. 70%, mos më thon 50, 70%. 50 me 50. Përgjithësi që konsumojnë familje i kam ekstra. Jo shumë të sigurt, mundohemi që të bëjmë maksimumi dhe zgjedhim produkte lokale që prodhohen edhe bëhen në Shkodër. Sigurt nuk jemi fare, sepse nuk kemi informacion, as nuk kemi përditshmëri nga një institucion që duhet të japi për shkak kështu. Mundohemi që sipas çmimit, mundohemi të zgjedhim atë cilësi. Fëmijët janë drita e syrit e çdo prindi, edhe kur ata rriten e bëhen vetë prindër. Kujdesi për ushqimet që ata konsumojnë gjatë gjithë jetës. Ushqimi i familjes është ushqimi bazë që e rrit fëmin ashtu siç duhet. Unë i kushtoj edhe vetes time edhe fëmijëve. Shumë kujdes, japim ushqim me vedi që ajo mos të konsumojnë ushqim të blerë rrugës apo nëpër fast food. Më mirë të hanë në shtëpi e cilësi. Shumë, sepse unë njëra do han vajza ime e vogla, se dy i kam jashtë shtetit, merret me sportin, kështu që ka kujdesin për ushqimin, do han 100%. Dilema ushqim në shtëpi apo në fast food e restorante, duket se është e zgjidhur për shkodranët. Më së shumti ata zgjidhin të konsumojnë çfarë gatuajnë vetë. Ne ushqemi në shtëpi vazhdimisht. Po, në fast food e shkojnë. Dita mund që mos të rrim me rujt, që më tek bëjnë. Shkojnë ata fëmijën ata. Po, me thënë drejtën, ushqimi përshtatshëm për ta në fast food që po nuk është. Jo, ato dhe kur i kam pas vegjël, ja nuk i kam ashtu. Nuk i frekuentoj shumë ato. Përveç ushqimeve bio mundohem, me aq sa mundësi kemi, edhe vazhdoj të ushqem ashtu. Më shumë shtëpi, por me raste hanë edhe jashtë. Në shtëpi pa diskutim. Në fast food jo. Fast food absolutisht jo. Një përqindje tepër të vogël mundon që të marr përdorin fast foodin, shumë rrallë, me hanë 2-3 herë në vit, jo më tepër. Ne jemi ajo çfarë ham, është një shprehje e famshme. Për këtë arsye, kujdesi për ushqimin ton nuk është asnjëherë i tepërt.